Vërshimet ujore dhe përrejt kohët e fundit kanë bërë të pakalueshme rrugën që lidh lagjën Hyse dhe kishën e Shëngjinit në Rashkullaj me pjesën tjetër të Malësisë së Madhe. Kjo pikë njihet si nyja ujore e Banushit, e cila, siç tregojnë qartë dhe pamjet, ka dalë jashtë funksionit. Si pasojë, kisha si dhe 10 familje të kësaj lagje janë të izoluara për sa i përket qarkullimit të mjeteve. Banorët theksojnë se në këtë zonë kanë tokat e tyre 4 fshatra, si dhe ndodhet kisha e Shëngjinit, monument kulture 700 vjeçar. Për shkak të gërryerjes së rrugës, objekti kultit nuk mund të vizitohet, ata nuk mund të lëvizin me automjete përtej përrojit, ndaj i kërkojnë Bashkisë së Malësisë së Madhe të ndërhyjë sa më parë për të zgjidhur këtë situatë bllokuese të krijuar gjatë 2 javëve të fundit. Kjo është bën një urë e pa qëndrueshme për këtë punë, jo funksionale. Kjo nuk është funksionale. Kushdo që t'jen me senin më të ashtu me fjalë, ajo nuk është për me krye punë me të rinat që janë hell me fjalë në për e të kuptueshme është që vinë gërmullohen mallin edhe krijohet kjo që u krijua. Asnjë s'ka ardha, se ka qyrë kush me shikua për me pa se kush është bllokuar në këtë mes me fjalë. Që këtu në këtë mes janë 4 fshatna që kanë i këtë tokë përbashkët me këtë rrugë, se s'ka rrugë tjetër. Gjithë me fjalë këtu ta shikur vinë veç në permitive me kalua. Vetëm një fshat ka 17 familje jeto, vetëm një fshat me fjalë. Plus kësaj është që vjen me fjalë për ditë njerëz, lëne për shqiptar po vinë edhe të huaj që po japim edhe figurë për këtë gjë, që është kishë shekullore kjo. Është e pame, kjo nuk është gjatë çut. Me kanë e bame me asfalt deri aty edhe me pemë me drita deri aty. Jo kështu në këtë gjendje. Kjo duhet me kanë diametrin paktën 1 metër e gjys hapësina nelt. Për me dash me thith këtë ujë. Këtu kuçohet ky ujë i Banushit. Kjo merr jo këtë urë që ashtu, po merr me kanë ura mesit e merr. Mas le sa harxhuaj të mos ura mesit e bonjat. As le kanë marrë ndë. Atë më mirë me harxhuaj herë sa më harxhuaj 10 herë shkojnë kotë kjo prapë katërën. Një shqetësim tjetër i banorëve të kësaj zone është fakti se ky mjedis prej shumë vitesh është kthyer në vend depozitimi inertesh dhe mbeturinash, ndërkohë që nuk janë marrë masa për bllokimin e kësaj ndotje të rëndë mjedisore. Ka fshati joni tonë është gropa e mbeturinave tonë, jo të këtuhit, e mesit, e postris, e grumirës, e rashkullajve, e kullajve, e vrakës të tonë, kur ka meturina i bjeni do. 10 herë këna pastrua edhe me lektona këna pagu me pastrua, po prapë i bjen e hellën do. Kur sa është bosë kur me kanë thesi meturinave. Proi Banushit së bashku me përrejt e tjerë të zonës gjatë 2 javëve me rreshje të dëndura shiu, sollen prurje të shumta ujore duke shkatruar gjithçka që kishte të bënte me infrastrukturën në këtë pikë, ndërkohë inertet dhe mbeturinat i bashkohen projit të vrakës për të vijuar me tej drejt liçenit të Shkodrës. Banorët kërkojnë që ndërhyrja e bashkisë për rikthimin e qarkullimit normal në këtë segment rrugor dhe për sistemimin e projit të kryhet sa më parë, pasi në kushtet aktuale ndihen të izoluar.